E kam thënë edhe djeni emision, në fakt që kjo javë duket se do t'jetë e furishme për sa i përket skenës politike, zhvillime politike dhe kështu po ndodh në të gjitha anët. Sot jemi me Blertën për të disatën herë për të diskutuar, tani më në rrethana të tjera, herë në fund kur ishte para këtij se të përfundoj ky afati për çështjen e presidentes, por tashmë ka përfunduar gjithçka dhe gjërat janë të qarta diet. Blerta, mirë se erdhe. Faleminderit Amir, mirë se u gjeta. Nga të nisim Blerta, atë nisim nga Prishtina këtu, atë nisim nga ajo intervista mbrëm e thashtit që natyrisht mori shumë mendje, një intervistë do të thotë ishte edhe emocionale për te kësaj, po le ta nisim nga këtu, le ta nisim nga kjo intervistë që ishte në syrën dhe në veshët e audiencës në Kosovë. Nuk e di, çfarë të la përshtypje si e para dhe më pas ndalin në disa specifika. Po, ishte në fakt njëra prej intervistave Amir që ishin pritur gjatë, kishte paralajmërime edhe të mëhershme të gazetarit Fevziu që do ta sjell para opinionit publik një intervistë ku nuk mund ta them që nuk ishte emocionale për shkak të shumë gjërave të cilat zoti Thaçi i tha mbrëm në intervistën e tij. E para ai përmendi izolimin 6 vjeçar në qelinë e Hagës. Bile kishte një përshkrim të ditës kur a i la Prishtinën dhe ishte shumë interesant që e përmendi faktin që po kthehej me vullnet të tij në një gjykim për cilin a i ishte i vetëdijshëm, por kishte vendosur që ta lë zyrën e presidencës për t'u kthyer dhe për të përfunduar atë njodhen e zezë cilën e kishte Kosova me raportin e dikmartit të dhomave i cili natyrisht derivoj me dhomat e specializuara dhe gjykatën speciale. Për mua ndoshta prej pikave më kulminante të intervistës ishte arsyeja e shëndosh që zoti Thaçi ende kishte shumë të fortë, shumë teksuar. Këtë e kam vrejt edhe në njërin prej vizitave të mia në Hagë, ku kam pa për sa afër me atë ndjeshmërinë që ai ka lidhur me proceset politike të cilat ndodhin në Kosovë, shumë i informuar në secilin detaj, lidhur me gjendjen e qytetarëve të Kosovës, me klasën politike, por mbi të gjitha edhe me raportet ndërkombëtare që i ka Kosova, pra lexues pasionant dhe informues deri në detajin e fundit mbi secilin zhvillim në Republikën e Kosovës. Këtë e pash edhe gjatë intervistës së mbrëmshme ku ai gjeti atë madhështinë që e ka karakterizuar gjithmonë për thirrjen për bashkim, e përmendi rastin e faktit që Kosova nuk ka raporte të mira, jo të mira ka, por jo sa duhej me Tiranën zyrtare, dhe bëri thirrje për një bashkim që duhet ta ketë Kosova dhe Shqipëria, e që duhet jetë shumë i fuqishëm, për shkak se jemi një këmbë. Pastaj foli edhe për raportet tona me SBA-n, foli për nevojen që ka Kosova që t'i largoj sanksionet për të ecur përpara. Ai po besonte në këtë që Kosova do të vazhdojë të ketë progres, pavarësisht rrethanave që janë për momentin. Absolutisht. Po e them, dikush që për 6 vite është në qeli dhe ka gjitha atë shpresë, atë dëshirë të madhe që të flasë për bashkim, për unifikim, për Kosovën shtet pavarur dhe sovran, për atë që nuk do të ketë hap prapa, pavarësisht luftës së pareshtur që ne kemi prej çarqeve të Serbisë, të Rusisë, pra e përmendi ndoshta jetën studentore që ishte shumë emocionale, Prishtina viteve të 80-ta, kur ai kishte ardhur si student në Prishtinë, edhe kur foli për përjetimet e një triu që aso kohe ishte në Unionin Studentor të Kosovës, foli me pasion shumë të madh për ushtrisë lirimtare të Kosovës, si vlerën më sublime, si rezistencën më të fuqishme të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi, dhe natyrisht ishte shumë e ndjeshme, siç ka qenë rasti edhe me zotin Veseli, rasti i varrimit të babait, ndoshta njëra prej gjërave më të ndjeshme që unë dëgjova gjatë intervistë, e tha që kam përcjellur përmes televizionit dhe aty kam secili top, ose më mirë të them, grusht dhe që është hedhur në varë. Dhe zotri Gucati pa treguar, këtë në Kosova Live që sa shumë ka peshuar në dhimbje në njeriu që nuk e ka të paktën edhe atë mundësinë që t'jetë në ditën e fundit për t'i thënë lam të mirën e fundit prindit ti, por po e them diçka që Hashim Thaçin e karakterizon në vazhdimsi është
ajo forca për të mos u dorëzuar vullneti i madh për Kosovën shtet pavarur dhe sovran, prosperiteti i vendit ti, një Kosovë që megjithatë është e lirë, e tha një gjë që ishte epike, tha faji imi vetëm është që unë jam gjallë. Duke folur për ato peripeci, dënimin e tij në mungesë që ka qenë natyrisht prej viteve të 93, 97, pastaj dëmët që i ka pësuar familja të cilet kanë qenë të dhunuar, vrasjen e vëllau të bashkëshortës së tij Lumës të Hakiut, kishim tash para disa dite për vjetorin në Smarja në homazhe që ishte një dalje që u komentua. Kishte një reflektim ajda sa personal dhe njerëzor që dominante në këtë intervistën e tij, po aq edhe frydhënës e shpresdhënës për fatin e Kosovës, sa i përmendi aty edhe çështjet politike, përmendi edhe aneksin e Ohrit, tha që veriu i Kosovës e serbët në veriun e Kosovës kanë pasur më shumë nevojë për integrim e jo autonomi që po ndodh sot. Pra ishte intervistë shumë dimensionale, emocionale, njerëzore. Ndryshën nga të tjera që kanë qenë të thashë. Kishte mesazhe nga gjitha dimensionet, por dominoi ajo forca e shpresës, pavarësisht faktit që ne gjithë e dim që trajtimi në këto 6 vite nuk ka qenë trajtim i bazuar në standardet e një gjykate e cila respekton liritë dhe drejtat e njerëzit. Këtë e tha dhe sfundi edhe raporti avokatit popullit, e tha edhe zoti Thaçi që një gjykatë që është votuar në Parlamentin e Kosovës duhet të respektojë kushtetutën dhe legislacionin e Kosovës, por po e them në fund të ditës ne lutemi e besojmë që 19 majit e datë kur nuk do t'i harrojmë këto 6 vite, por do t'jetë datë që do t'a triumfojmë madhështinë e fitores dhe kthimit të krerëve të UÇK-s cilet pëmbahen tash e 6 vite në qelit në Hagë. Drita, kur jemi tek këto kufizimet, natyrisht ata që përjetojnë më së rëndi emocionalisht janë vetë ata që janë Hagë, që janë izoluar që 6 vite, edhe pati edhe një rrëfim emocional për atë përjetimin familjar. Madje tregoi edhe atë ndarjen që e ka pas nga Endriti, cili gjatë gjithë kohës i ka qëndruar afër, edhe besoj kjo është një pjesë shumë e vështirë për ta për t'u përballuar. Po, unë e kujtoj atë ditë edhe ne kemi qenë gjatë gjithë kohës në parti, dhe edhe përshëndetjen që zoti Thaçi e ka bërë me stafin e tij, por mbi gjitha natyrisht që ishte shumë emocionale, njerëzore, ta ndëgjosh pikpamjen ose mirë të them përjetimin e Hashim Thaçit në raport me fëmijën e tij, në raport me atë që nuk e ka pas lehtë që ta ketë ndarjen, sepse ai ka qenë i vetëdijshëm që procesi nuk do të jetë procesi lehtë dhe që kthimi i tij nuk do të jetë aq i shpejt, pavarësisht asaj që askush nuk i ka besuar, asaj që krerët e UÇK-s do të mbahen të izoluar pa një vendim gjyqësor për 6 vite. Kishte shumë pjesë emocionale, po e them, unë tash sfundi e pash edhe një komunikim me nënën e tij që e kishte Hashim Thaçi përmes telefonit. Kanë qenë momente të rënda që kanë përjetuar krerët e UÇK-s në Hagë për shkak të historive familjare që atyre ju kanë ndodhur, edhe zotit Thaçi, edhe zotit Veseli, edhe zotit Haradinaj. Pra është e ndjeshme shumë kur nuk arrin ti që t'jesh aty dhe gjithaj kontribut që ti e ke dhënë për Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Ishte për shembull dita e parë që Hashim Thaçi e përjetoi, tha teksa po kthesha, po futesha në fakt, kisha marrë veç vendimin dhe e kisha bërë të qartë që do të shkoj atje, tha po shihja rrugët e Prishtinës, dritë, rejat. Pra është një perspektive njeriu që po shkon për të përballur me një proces gjyqësor, në anën tjetër ka forcën e madhështisë, e të guximit, e të shpresës që Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe që pavarësisht fatit të tyre personal, tash të rritet rejat jetojnë në shtet pavarur, të lirë, një shtet që synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, nuk janë më të cenuar familje tona, natyrisht që shpresa edhe në atë që e tha zoti Thaçi ishte që Kosova tjetë më prosperuese, më e hapur me partnerët, me aleatët, më afër Shqipërisë dhe më afër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse këto kanë qenë edhe politika dhe synime që Hashim Thaçi ka pas në thelb të politikbërjes sa ka qenë në funksion të mandatit të tij si politikan në Republikën e Kosovës. Pra, kishte copëza të ndryshme dhe nuk dije ku të përqendroheshe ma shumë. Natyrisht mua
ma marrën shumë zemrën këto që ishin më familjare, më emocionale, e pam edhe vetë tash bashortën e tij para javën e kaluar në përvjetorin e vllaut, pra është një histori familjare që nuk është e lehtë për t'u përballuar dhe kur je madje në qeli, natyrisht e përjeton edhe më rënd, faktin që nuk je aty afër, nuk je aty afër në momente të rënda. E tham këtë, domethënë e përmend edhe datën dhe këtë vendimin që natyrisht po pritet nga të gjithë. Por kjo intervistë tani qërë, domethënë një intervistë e tham edhe më herë që ishte më ndryshe, më personale, ndryshe nga ato tjerat në cilat tha që po fliste dhe me gjithë dëshirën dhe vullnetin dhe shpresën për progres të Kosovës, a mund të lexohet pak kjo intervistë edhe si një lloj lodhje dhe si një lloj që mjaft më dhe patrici që janë bërë ndaj tyre, duke qenë se pra u ndon shumë rrëfime personale kësaj radhe? Absolutisht, unë pavarësisht po e them forcës që sa herë që kemi shku në Hag, më shumë ka marrë forcë prej atyre që mbahen fort në dhomat e specializuara, pa u dorzuar asnjëherë karshi një procesi të rënd, se sa që ne të tjerë që kemi qenë atje jemi ndjerë mirë, por po e them ishte ndoshta një, s'po i them persjatje, po ishte një perceptim personal mbi gjendjen cilën edhe gjendjen shpirtërore të ti. Absolutisht, se po shpërfaqen shumë. Edhe gjendjen shpirtërore të ti, s'po them lodhje, por ishte një lloj dekurajimi me një drejtësi, sepse në një moment e tha, merreni me mend sikur dhomat e specializuara do të ishin në Kosovë, Bashkimi Evropian e shtetet tjera do të reagonin, Parlamenti Evropian, Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian do të reagonin për shkeljet të drejtave dhe lirive të njerëzit. Pra ishte pikërisht ajo pakënaqësia e tij me një proces me të cilin ai ka shkuar vullnetshëm, pra ka pranuar vullnetshëm që të shkojë për ta përmbyllur, po e them, sagën një re të zezë që ishte mbi Kosovën dhe e vrejta, aq sa unë munda me vrejt, ishte një lloj dekurajimi me drejtësinë dhe pritjet që ata kishin pasur për një drejtësi e cila nuk bazohej në propagandën e Rusisë dhe të Moskës e të Serbisë. Por ishte drejtësia ajo që do duhej të triumfonte mbi një proces i cili ishte tërësisht i bazuar në narracion të Blerta, kemi edhe shumë çka tjetër, por vetëm një gjë të fundit për sa i përket kësaj interviste kur jemi, nuk dua të jap shihet e keqe sepse natyrisht po e shoh që edhe me emocione një duke folur edhe vetë, por nuk mund të bëhemi sikur nuk po ndodh asgjë. Edhe pas kësaj interviste u përballëm me një koment të një deputeti që le të themi vjen me një tjetër deklaratë skandaloze, siç u cilësua gjithandej, Fatos Gecit, një deklarat e cilën tha që do të lidhesh krejt, domethënë me 18 maj, që i referohet edhe datës kur mund të jepet vendimi. Edhe pse nuk ka diçka zyrtare, dhe kjo ishte çështja se ku e mori ai këtë datë, sepse a ka ndonjë informacion, çka po mundohet thotë zoti. Me ju thënë të drejtën, edhe çka kemi pa gjatë ditëve të kaluara në seancat plenare, po edhe deklarimet e fundit nuk i shkojnë për shtati. Një shqiptari aq më pak një deputeti i zgjedhur të Parlamentit Kosovës, nuk du të besoj që ka mendje të shëndosh në shoqërinë tonë që lutet që ai proces atje të ketë përfundim në dëm të shtetësisë Kosovës, në dëm të krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag, secili para nesh kemi tash sidomos javë të fundit edhe muaj që do të vjen është muaj përvjetoreve të masakrave të cilat i kanë bërë aparati shtetëror serb dhe narracioni, ose më mirë të them, rrëfimi i Kosovës është rrëfim i sakrificës, është rrëfim i vuajtjeve, i humbjeve, i masakrave të mëdha për ta bërë Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Zoti tha që do të jetë në ballë të historisë për shkak të kontributit pareshtur që ai ka bërë për shtetin e Kosovës deri në këto momente të tij të fundit, ai nuk do të largohet asnjëherë nga vlerat më sublime, më madhështore që kanë karakterizuar edhe si lider politik çfarë i ka dhënë Kosovës. Sot ne përjetojmë 2 autostrada, shkollat, rrugët, pagat aso kohë, dinjitetin e mësuesit, pedagogut, mjekut, inxhinierit, zjarfiksit, policit, në një kohë kur Kosova ishte në fillimet e saj, ai ka dhënë frymë jetë shtetit Kosovës. Po mirë Blerta, ka mund të vi, falë që po ndërpres, po ka mund të vi guximi për të bërë deklaratat e tilla? Një deputeti që është zgjedhur. E kam të vështirë edhe të komentoj diçka të tillë, përbes është për keqardhje dhe nuk dua as që të ndalem në komente të tilla.
për shkak të rrëfimit dhe respektit dhe konsideratës që kisha ndaj një rrëfimi që na emocionoj të gjithë, dhe unë besoj që deklarata tilla nuk duhet fare të trajtohen, pavarësisht faktit që zoti Geci është deputet i Parlamentit Kosovës, është qëndrimi i tij, por nuk duhet të ketë qëndrim të një shqiptari që sot hedh mbledh fevrer mbi një proces që është sot i bazuar në racion të Serbisë dhe Rusisë. Atje nuk janë emrat përveçëm. Gjykimi në Hagë është gjykim për shtetësinë e Kosovës, për sakrificën e Kosovës. Ata gjykuan për një proces për ta bërë Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Lufta ka qenë e rëndë dhe qytetarët e Kosovës ende ndjejnë mungesën e familjarëve që s'janë kthyer kur, varet e hapura, ditët memoriale, dhe kjo duhet na shërbej për ta forcuar e bashkuar edhe më shumë Kosovën. Ishte edhe thirrja e zotit Taqi për më shumë shpresë, më shumë bashkim, sepse nuk do të ketë prapakthim në atë çfarë kanë përjetuar ndër vite shqiptarët në represionin dhe aparatin shtetëror të regjimit të Serbisë. Rita, në anën tjetër, sa flitet për ish presidentin Hashim Thaçi, natyrisht ka qenë pjesë e shumë proceseve të mëdha në Kosovë, duke fshirë këto dhe vetë pavarësinë e Kosovës. Gjithmonë ka komente se kur kthehet zotri Thaçi, do të forcohet PDK-ja, ai do të kthehet prapë në skenën politike, por nga kjo intervistë besoj që kuptuan pak a shumë se nuk kanë shumë interes që të kthehen në politikë ashtu siç kanë qenë. Nuk i la dyert e hapura që ai do të vjen dhe do të luftoj për një pozitë, sidomos pas këtyre përjetimeve, besoj që fokusi i tyre do të jetë dikun tjetër. Ajda për dikë që e ka dashur Kosovën aq shumë dhe që në karrierën e tij politike prej një djali të ri të qeverisë studentore, protestave të para, pastaj ushtrisë lirimtare të Kosovës, procesit të Rambujes, të Vjenës, të pavarësisë së Kosovës, të forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar të saj, kryeministër, president, prej një triu që dikur kishte kapur armën për t'i dalë zot vendit, mendoj që zoti Thaçi është mjaftueshëm i përmbushur me atë çfarë i ka dhënë Kosovës. Natyrisht që është nevojë, sepse mungesën e tij e ndjejmë edhe sot në leadership. Sot kemi krizat përsëritura, dhe edhe ata të cilët politikisht nuk e kanë, po e them se kanë mbështetur, edhe sot shoh shumë nga partitë të tjera dhe gjatë ditës së djeshme pa shumë statuse në rrjetet sociale të eksponentëve të partive tjera, cilët zotin Thaçi e mbështesin për tej parti, si dikush që në momentet vendimtare për Kosovën nuk e ka stagnuar vendin, nuk e ka vendosur interesin personal dhe egon e tij mbi çdo proces politik, sepse ka hapur rrugë, ka bërë kompromise, ka forcuar shtetin e Kosovës, ka krijuar aleanca, ka integruar komunitetin serb, siç e tha, nuk është folur për autonominë kohën e tij. Pra, i ka dhënë Kosovës në gjitha dimensionet të shtetëndërtimit, të luftës së pavarësisë, të konsolidimit të shtetit, dhe natyrisht që më e rëndësishmja është që ky proces, kjo sagë e rëndë të përfundoj me kthimin e tyre, se a do tjetë ose jo në politikun, besoj që e rëndësishme është të kthehet tek familja, janë 6 vite mungesë, momente të rënda. Po, patjetër, që ndoshta edhe nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, qoftë në kohë fushate apo ndonjë krizë që kemi, gjithmonë përmendet Hashim Thaçi dhe kthimi i tij forcimi PDK-sa. Dhe ndoshta ka ndonjëherë kritika se ai është në një proces shumë të vështirë atje, po kalon në diçka dhe pastaj përdoret emri i tij për... Nuk ka pjesë të leadershipit elektoratit të PDK-s që nuk është i frymzuar me atë që zoti Thaçi ka bërë. Ai përjetësisht do të mbetet lider historik i Partisë Demokratike të Kosovës, një shtet ndërtues i jashtëzakonshëm dhe natyrisht ende frymzon. Ende frymzojnë dhe gjithë e kemi aty si një engjëll mbrojtës që e ka dikush që në momentet vështira të kujtohen vendimet e tij të rënda dhe rrugtimi i tij politik, secili gjejmë nga një pjesë të dëshirës sonë që ta kemi ende, sidomos në momente të krizave. Natyrisht ne sot kemi leadership që vazhdon rrugtimin e Partisë Demokratike të Kosovës, janë pasardhës të zotit Thaçi, me që partner të tij në rrugtimin shumë vjeçar të tij, por po e them, mënyra se si zoti Thaçi ka bërë politik, ka qenë shumë frymëzuese, e jashtëzakonshme dhe ka ndryshuar Kosovën në gjitha mënyrat e funksionimit të një shtetit pavarur dhe sovran. Po, e qartë, e kuptoj se në çfarë konteksti edhe bëhet përmendja. E tha dhe diçka, tha që ka qenë shumë i lumtur duke di që sovranin e ka pas mbrapa. Kurse sot jemi në një realitet tjetër, po shohim diçka tjetër. E vërtet. Po, e përmendi, pra po e them, sidomos momentet e krizave,
na bëjnë se cilin ajda pak të reflektojmë. Në shtëpi nëse kemi një problem, ndalemi pak dhe shojmë si t'i bëjmë zgjidhja, kemi pasur ndonjëherë rrethana tilla, si t'i qasemi, edhe në momentet të krizave, sidomos këto për zgjedhjet të presidentit, fakti që Kosova për herë të parë organizon në zgjedhje të jashtëzakonshme, Zoti Thaçi do të mbahet mend që edhe atëherë kur sovrani ka dhënë pushtet të jashtëzakonshëm, ai e ka ndarë atë pushtet, sepse nuk është e turpshme që të bësh kompromis, konsensus, jemi shqiptar të gjithë. Fakti që ndan pushtet nuk do të thotë që ndan pushtet me një armik të ndin, ndan pushtet për të mirën e përgjithshme, për të mos e stagnuar Kosovën. Tash e 18 muaj, për 18 muaj Kosova organizon 3 palë zgjedhje. Dhe natyrisht që ne kemi mungesë të stabilitetit politik, një klase politike, që e ka sovranin, po nuk e ka vullnetin politik për t'i dhënë Kosovës zhvillim, shtet ndërtim, për t'a kaluar regon, për t'i marrur të gjitha, edhe presidentin, edhe kryeministrin, edhe deputetet, edhe sovrani të votan, por natyrisht për qytetarën e Kosovës është shumë e rëndësishme që të mos përballet çdo ditë me kriza. Ka pritshmëri që ai do t'i bëjë zgjidhje. Jeta e tij do të ndryshojë, dhe unë edhe sa dhe shoh, pavarësisht faktit që kritikohet ndonjëherë nga oponentët politik rrugtimi i Zotit Thaçi, ne të gjithë udhtojmë në ato rrugë të cilat ai kishte investuar. Blerta, se kemi shumë çështje të tjera, prandaj po dua të hyj te kjo pjesa e asaj që natyrisht është një interesim i madh për atë që çka do të ofrohet për zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat secila parti në vete i thoshte që nuk nuk dëshironte që banen ta çonte në zgjedhje, por jemi në zgjedhje. Ne e dim që përveç asaj që shohim në ekran mes jush si deputet, besoj ka një komunikim edhe me partitë e tjera, pavarësisht mos pajtimeve që keni. E kam bërë këtë pyetje edhe në një moment tjetër të krizës më herët. Realisht, a ndihen ju si deputet fajtor për tërë këto zgjedhje në cilat po shkon vendi ynë dhe në këtë ngecë që po e kemi? A e ndjeni si deputet mbase duke nisur edhe nga përjetimi jot si deputete? Unë e thash edhe kur erdha, unë mundova që të flas me ju e t'ju them që nuk është ndjenje mirë kur nuk arrin që atë mandat cilën ta kanë dhënë qytetarët e Kosovës ta kthesh në angazhim për qytetarët dhe për shtetin. Dhe natyrisht, unë e thash edhe pak më herët për 18 muaj, një shtet që ende është në konsolidim e sipër, ti organizoj 3 palë zgjedhje nuk është e këndshme. Nuk është që po mbrin ta kthesh në diçka, në mirëqenie, në zhvillim, në ekonomi më të mirë, por prapo e them përgjegjësia Amer i takon, natyrisht jemi përgjegjës të gjithë, se unë s'du ta amnestoj as vetën time. Kemi edhe ne hisën tonë në këtë rrugtim, por përgjegjësia i takon gjithmonë partisë që merr numrin më të madh të ulseve. Dikush që merr, për shembull, në historinë e shteteve të Evropës të rajonit nuk kujtojnë ndonjë subjekt politik që i ka marrë 51 ulse dhe nuk ka arritur që ta ketë një marrëveshje për president. 51% fakt, sepse ulse janë më shumë. 51% është besim i jashtëzakonshëm. Është besim që nuk e ka marrë asnjë subjekt politik shqiptar në Republikën e Kosovës. Dhe natyrisht që qytetarët kanë pasur pritje për atë qeverinë e shpresës. E kanë votuar zotin Kurti duke pritur në shpresë e zhvillim e ato premtime të cilat ai kishte dhënë. Unë nuk e besoj që zgjedhjet e dhjetorit kanë qenë zgjedhje për kriza të reja, zgjedhje për stagnim të ri, zgjedhje për kaos e linçim e oponencë të jashtëzakonshme, sepse qytetarët e Kosovës janë të lodhur prej krizave. Janë të lodhur prej situatës rënduar ekonomike. Sot Kosova ka nevoja tjera, janë nevojat e pagave më të mira, janë nevojat e çmimeve që janë astronomike, janë nevojat e çmimit të energjisë elektrike që shtrejtohet për 3 herë, janë nevojat e një mirëqenie varfrimi. Janë 40.000 qytetarë të Kosovës që çdo vit e braktisin atë dheun e tyre për të gjetur jetë më të mirë. E natyrisht që Kosova nuk do duhet të ishte kjo ç'është, sidomos. Dhe çka do të bëj PDK-ja Blerët për këto zgjedhje? Kjo është pyetja për PDK. E para ne do të garantojmë që do t'i ofrojmë Kosovës stabilitet. E kemi dëshmuar që sa herë që kemi qenë qeveri, kemi pasur stabilitet politik dhe do të kemi një program të bazuar në premtime realiste. Jo premtime cilat i kemi dëgjuar. Bashkimi Kombëtar është ka qenë ndër premtimet kryesore. Shfuqizimi i bordit AKP-s, seanca e fundit u bë pra bordi.
çmimi i energjisë elektrike është shumë i shtrejtë, thoshte dikur zoti Kurti. Çmimi i millit, i ujit, i vajit është shumë i shtrejtë, do të zbritet sapo të vijë në pushtet, do të largohet TVSH-ja. Dëgjoni, duhet kemi një kontratë më reale me qytetarët e Kosovës. Sepse nuk harrojnë qytetarët, pavarësisht faktit që t'japin besim e vullnet. Ballafaqimin me ta, ata janë spektatorë shumë të vëmendshëm. Dhe natyrisht që kur jeta atyre përkecohet, unë ajda të besoj një herë, të besoj edhe 2 herë. Por kur e shoh që për çdo ditë unë nuk po marr asgjë prej qeverisjes tënde. As rrugë më të mira, as zhvillim ekonomik, as spitale më të mira, as shërbime shëndetësore më të mira, as pacient më pak në listat e pritjes në QKUK, as terapi për smundje të kancerit që do duhet të shërbente qytetarit Kosovës. Kriza, izolim, sanksione, linqim, goditjet medjave, goditjet biznesit, goditjet opozitës, një shtet i ri që synon të fuqizohet. Duhet pak të kthej kokën prapa e të shoh si është sot Shqipëria. Shihni kontratat e reja të kryeministrit Rama sot, kontrata miliardëshe për energji, për ta zhvilluar. Ata e kanë fokusin koncert, është mirë që i kanë. Kanë javës të kanë marrë blerë. Absolutisht, dhe shihni sot, shihni edhe jetën tonë, sot po flas se jeta kulturore është bëha dhe turpshme me folë për jetën kulturore për diçka që duhet të ndodhë në Prishtinë. Po Bleta, kur jemi te kjo, sepse kjo çështja e fajit dhe që po shkojmë në zgjedhje tashmë po dihet, e kemi diskutuar dhe në fakt edhe ju e tha që ndoshta edhe faji është i përbashkët. Pa ajo që është kërkuar shumë është një bashkëpunim qoftë mes opozitës, subjekteve politike që t'i dalin kundër gjithë këtyre padrejtësive që po bëhen. Edhe nuk ka pas diçka të tillë, as mes zotrit Abdigjiko dhe zotrit Hamzat, paktën nuk kemi parë ndonjë takim, ndonjë marrëveshje që ndoshta të bëhet një zgjidhje e përbashkët. Ajo që po shohim është që ka filluar një bashkëpunim mes LDK-s dhe PTK-s, të paktën në komunën e Prishtinës, kur jemi tek lokalet. A është ky një sinjal që diçka pritet edhe në zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Ajde, para nuk është asgjë e re, edhe në të kaluaren, Partia Demokratike e Kosovës ka pas partneritet në nivelin lokal, edhe në nivelin qendror me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kemi partneritet edhe në nivelin lokal në disa komuna me lëvizjen vetëvendosje, sepse pash sot disa prej deputetëve të cilët si duket kishin harruar që ne kemi partneritet në Fush Kosovë, nëse zgabohem, në Podujevë, në disa prej komunave në nivelin lokal, është arritur partneriteti qeverisjes lokale edhe me lëvizjen vetëvendosje. Dhe sot pash edhe atë mënyrën se si kanë filluar disa sulme, partneriteti nuk është asgjë turpshme. Nëse arrin t'ju shërbesh qytetarëve të Kosovës me dinjitet, respekt, ju sigurosh mirëqenie më të mirë, pse duhet të ketë frikë prej këtij partneriteti? Ne nuk jemi armiq. Pse duhet të shihet si diçka e dytë, një bashkërendim i forcave politike për t'i shërbyer qytetarit të Kosovës? Fundja në Prishtinë edhe ndarja e pushtetit është bërë atë sa kanë marrë besim dhe vota Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e udhëhequr nga Urani Ismaili. Pra edhe atë proporcion të votës ne kemi pa në besimin që e kanë dhënë qytetarët për atë qeverisjes që sot është ka filluar funksionimin. Dje kishim zyrtarizimin e saj nga zoti Ismaili dhe për mua nuk është asgjë e dytë, është e frikshme që bashkërendimi e koordinimi sot të shihet vetëm si të përqahet, si të linqohet, si të ndalohet, si të prodhohen krizat reja, po ta kishim këtë energji për të prodhuar më shumë bashkërendim, më shumë qasje për afruese. Shini, une po e përmendi vetëm zotin Hamza, merreni me mend në kohën që lëvizja vetëvendosje ka qenë opozit. Kur do të ndodhte që ata do të shkonin e të uleshin në takim me zotin Thaçi, të uleshin vetëm për të diskutuar. Dhe ne kemi qenë të gatshëm në secilin takim që jemi ftuar nga zoti Kurti, që të ulemi, të ofrojmë perspektiven tonë, të shohim si mund të bëjmë zgjidhje për president. Vetëm ai emri na ka mbet me rak. Te PDK-ja. Dhe në atë po thirret Kurti, PDK s'ka pas asnjë emër. Jo, tha dhe diçka tjetër zoti Kurti, sepse ai këtë propagandën politike ka shumë theksuar dhe aty natyrisht jap gjithë mbështetjen time për mënyrën se si ai e bën, sepse nuk e te kalon askush. E tha që po kërkon ta Partia Demokratike e Kosovës president apo me votat që i ka, tha PDK si takon 2/3 një kandidati për president. Ndërkohë që tha Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha i takon gjysma e presidentit me
votat dhe besimin që ja kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Amir, kur ti dëshiron të mbrish marrëveshje, ti nuk synon që t'ju vendosësh etiketa partnerve tu, sepse edhe 99 po t'i kesh, pa 1% nuk e fiton do të 100%. Pra raporti i forcave është i tillë që nuk mund është ti të ulesh në tavolinë dhe të mos kesh dakordsi për marrëveshje e të thuash pastaj që kandidatët tonë janë Amiri, Ajda dhe ky tjetri. E pastaj të del zoti Kurti e të bëj atë lojën si që bëri edhe në fund seancës plenare me 4 kandidatura, 2 politike, partijake që u tërhoqen, e 2 të tjera që i vendosi ditën e fundit me idenë për të lënë fajet e këtë tjerët. Mirta, ka edhe një çështje tjetër. Do të thotë shumë analiza, këto zgjedhje po shihen edhe si një lloj përballje kryesore që do të jetë mes Kurtit dhe Osmanit. Për Osmani ende nuk dihet nëse do t'i bashkohet LDK-s apo do të jetë në një parti të vetën që do të nisë këtë rrugtim të ri. A mendon që duke qenë fokusi në këtë përballje, realisht mund ta dëmtoj PDK-n dhe ta lëviz nga i vendi i dytë? Dhe pyetja tjetër që a është PDK e gatshme shumë për këto zgjedhje? A jeni gati për fushat tashmë? Partia Demokratike e Kosovës e ka strukturën e vetë, ka leadershipin e vetë, organizimin e vetë. Ne tash e sa kohë jemi në përgatitjet për zgjedhje të reja, cilat tashmë janë përcaktuar, dhe nuk ka asnjë interferim nga zhvillimet tjera politike që pritet të ndodhin në Kosovë. Ne kemi një elektorat të konsoliduar, natyrisht presim që të arrisim këtë votë dhe besim, për shkak se unë nuk besoj që edhe ai 51% qytetarëve të Kosovës që kanë votuar për Kurtin duan kriza të reja. Vetë zoti Kurti e tha që do të ketë zgjedhje edhe pas kësaj, tha. Paralajmëroi edhe një cikël të ri zgjedhor dhe dikush që synon të marrë pushtet e besim nuk ju përmend qytetarëve të Kosovës kriza, sepse duhet atëherë unë dalë të votoj për zotin Kurti, në rast se unë do të kem bllokim e krizë të re në raport me të. Është kthimi i zonjës Osmani në partinë e saj, unë mendoj që kjo është çështje që duhet trajtohet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëse ajo do të jetë aty ose jo, sepse ende nuk kemi qëndrim zyrtar, ajo ka një përvojë politike, ne e kam thënë edhe një herë, në 2010 jemi zgjedhur bashkarisht deputete në Kuvendin e Kosovës, ka pasur një rrugtim të gjatë në politikë deri në pikën e zgjedhjes së saj si presidente, cili do të jetë roli, kontributi, fushata, kjo do të jetë çështja e cilën ne do ta ndjekim gjatë këtij muaji, sepse do të ketë shumë zhvillime. Çfarë ka për deri tash qoftë edhe ky bashkimi që ka bërë? Po me atë të fundit dje që ishte publike. Me zonjën Farje? Farje, po. Natyrisht unë kam një respekt për me zonjën Rushitje, se ka qenë arri më i përmend. Zonja Farje, kam një respekt për angazhimin e saj, ne kemi pasur raporte shumë të mira edhe si parti politike, edhe ka qenë në gjitha platforma tona, unë nuk e harroj mbështetjen që i ka dhënë projektit Liria ka emër, ka qenë gjithmonë aty për të vërtetën e Kosovës, për të ndihmuar rrugtimin e Kosovës shtet pavarur dhe sovran. Gjatë kohës së qeverisjes së Partisë Demokratike të Kosovës kemi qenë shumë të vëmendshëm për t'i ofruar mbështetjen tonë, sa kemi pasur pushtet në... Do të ndihmoj rrugtimin e Vjosa Osmanit, më sa thonë. Kjo është politika, Ajda, nuk e shoh si asgjë të keq, as nuk dua ta shoh, për mua është inkurajues angazhimi se cilës gruan politik kudo që ajo synon. Kosova shtet i pavarur, sovran, dhe mirë që se cili është i lirë të vendos ku do të rrugtoj e ku do të zhvillohet politikisht. Unë vetëm ju uroj sukses zonjës Fahrije dhe besoj që ta kemi edhe atë në parlament të Kosovës. Për më tepër pra gratë që përfaqësojnë një pjesë shumë të rëndësishme të historisë, natyrisht që angazhimet e tyre ndonë se fatkesisht në këto raste linqimet e ke para dhe vetë nuk kanë munguar edhe publike për të dyja. Nuk ishin, dëgjani, unë po e them, Amir jemi bën një shoqëri linquese kështu, nëse vetëm javën e fundit Dasma e Luan Haradinaj, pastaj rasti i zonjës Fahrije, rasti i zotit Thaçi, pra jemi bërë një shoqëri që mezi spresim që atje të futemi dikun rrjetet tona sociale. Unë e di që kjo është edhe një organizim i orkestruar, sepse unë nuk e besoj që ka qytetari të Kosovës, të cilët gjatë gjithë ditës vjellin helm e vrerë. Unë besoj që ka një organizim, nëse zgabohem, e tha njëri prej analizve më brëm që... E tha që dikon 30.000 profile janë të hapura nga... Sepse unë e shoh edhe në rrjetet e mia sociale. Nuk guxon dikush na dekurajoj rrugtimin ton, as juve, as neve, as kujt, pse
ullet aty në tastjerën e tij dhe i shkruan disa fjali, fundja është përgjegjësie secilit për atë që e thot dhe e bën. Mirë që ka disa raste prej gjykatave që tashmë kanë marrë epilog, sepse ku ndodh cenimi jetës së tjetrit, aty duhet me njëherë institucionet të veprojnë dhe duhet të angazhohemi secili pak. Dhe natyrisht pavarësisht dallimeve politike në këtë pikë duhet të jemi të gjithë të bashkuara për të dënuar këto raste. Unë Amire kemi gjithë zgjidhjen, çka do të s'puna po çfarë po thoj me AI është. Nuk mund të them që s'ka pasur parti politike të cilat dikur nuk kanë nxitur diskurs të tillë, sepse tash çfarë kemi mbjellur dikur, po e korrim pas disa viteve dhe kjo është përgjegjësia e secilit se cilën çfarë fare do të mbjellim sot, do ta korrim atë pas disa vitesh. Edhe Bletën sot me AI e patëm. Bleta, jam i sigurt që do të kemi raste të tjera me ty, por edhe me prej deputetët. Ne jemi të hapur këtu për të gjitha, për t'i dëgjuar këndvështrimet, kritikat, planet, projektet për Kosovën. Faleminderit shumë. Ma dhat një energji se erdha pak kështu me dy mendje. E po, mirë, sugjeroj me shku një kafe këtu afër që e kemi edhe faleminderit, si gjithmonë kënaqësi.